shërbesa e sotme dhe gjithë shërbesat për përshëndosjet e Marisë janë nga shërbesat më të dashura të gjithë popujve ortodoks. Së pari kjo shpreh dashurinë e madhe që kanë gjithë krishterët për të shenjtën. Nga përvoja e gjatë shekullore, ne dim që ajo ka ndërmjetuar vazhdimisht. E ndonë se ne përkujtojmë një ngjarje historike e cila ka ndodhur të premten e javës 5, kur Konstantinopoja u rrethua nga persët dhe avarët, dhe perandori i saj Irakliu ishte larg, gati në kufi me Persin në luftë, dhe qyteti ishte gati të binte në duart e armiqve. Populli u lut. Patriku e asaj kohe Sergji mori ikonën që ndodhet në kishën e Vllaherrës në Konstantinopol, sipas traditës ikonë që ishte zoografisur nga apostulli Luka, mori dhe rrobën e tërshenjtës dhe ranë rrotull qytetit, dhe mbasi zhyti rrobën e saj në ujë, deti filloi të zjente. E filloi një stuhie e madhe që i shkatroi flotën e armikut. E populli nga gëzimi i madh ndeti tërë natën në kishën e Vllaherrës, duke thurur lavde e himne për tërshenjtën. E vazhdimisht ne dëgjojmë edhe sot fjalën gëzohu, sepse populli ishte jashtëzakonisht i gëzuar, duke parë praninë e Perëndisë në jetën e tyre. Gëzimi është diçka shumë e rëndësishme. Proverbi vjetër i krishterë thonte kështu: nuk ka shenjë të trishtuar. Përsa Zoti është i pranishëm tek ne, ne do kemi gëzim. Gëzimi largohet nga ne kur Zoti largohet prej nesh. Prandaj dhe profeti Isaia thot këtë fjalë shumë kuptimplote: nuk ka gëzim për të paudhët. Sepse aty ku është e keqja nuk është gëzimi. Njerëzit mund grumbullojnë shumë gjëra, po gëzimi vjen vetëm nga Zoti. E ndonë se kjo është ngjarje historike, çdo gjë që prek Perëndia e kthen në transhistorike, që do thot është për gjithë kohrat, është për ne sot dhe është edhe për ato që do vinë. Dhe himni akathist nuk këndohet vetëm gjatë Kreshmës së Madhe, në shumë vende këndohet vazhdimisht. Madje ka disa shumë të devotshëm që e këndojnë çdo ditë, sepse është një him lavdije dhe një him gëzimi dhe një him mirënjohje. Prandaj gjithë secili nga ne, le të mundohemi të lutemi me gjithë shpirt të shenjtës që të na mbrojë, e vendin tonë ta bekojë, e të gjithëve ju që jeni këtu dhe familjet tuaja t'i mbrojë vazhdimisht. Ndërhyrja e të shenjtës ka qenë një bashkëshoqëruese e gjithë krishtërimit. Përvoja e gjatë e gjithë shekujve tregon këtë gjë. Nuk ka njeri që nuk ka dëgjuar një mrekulli që është bërë nga ndërmjetimi i tërshenjtës. Dhe ne, kisha jonë, populli jonë e gjithë bota ka nevojë për këtë ndërmjetim, sepse hylincja është gjithmonë një ndërmjetuese e paqes, një mbrojtëse të dobëtve dhe të gjithë të hidhëruarve për të sjellë gëzimin. Le të mundohemi që të lutemi vazhdimisht. Lutjet ka shi tërshenjtës nuk kthehen asnjëherë zbrazur. Të gjithë që janë lutur me shpirt, tërshenjta ka ndërmjetuar pranë birit saj dhe dëshirat janë plotësuar, njerëzit janë shëruar, vështirësi shumë të madhe janë kaluar, luftrat shumë të mëdha kanë ndaluar, e kjo përvojë e gjatë e gjithë krishterëve ortodoks i ka bërë që të lavdërojnë me kaq fjalë të bukura siç janë himnet që lexuam ne sot. Nuk ka poezi tjetër, në asnjë kish kaq të bukur se sa himni akathist. Prandaj edhe është kaq vështirë që të përkthehet. Lexojeni vazhdimisht atë. E le të drejtojmë lavde himne të shenjtës, sepse prania e saj do na japin gëzim në shpirtin tonë vazhdimisht. A nëse do kemi gëzimin, Zoti do jetë i pranishëm tek ne. Atje ku është Zoti i pranishëm, nuk ka më trishtim, e nuk ka më hidhërim, po ka gjithmonë një gëzim të vazhdueshëm. Në këtë botë ne kemi hidhërime për fajet tona shpeshherë ose për fajet tjerëve. Por nëse do qëndrojmë besnikësh i besimit tonë, e do i lutemi tërshenjtës, ajo gjithmonë do na ndihmojë. Dhe dita e sotme dhe çdo të premte të para gjatë Kreshmës pikërisht këtë tregojnë: dashurinë e madhe të gjithë krishterëve për tërshenjtës. Le ta kemi gjithmonë këtë dashuri, e le të lutemi gjithmonë, sepse tërshenjta do ndodhet gjithmonë pranë nesh. Amin. Me uratat e tërve tanë të